Ekipi kombëtar shqiptar i robotikës që prej 8 vitesh, që prej vitit 2017 përfaqëson Shqipërinë në të gjithë kontinentet. Nga Azia, në Europë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këtë vit është në Amerikën Qendrore, do të konkurrojnë në Panama. Do më prezantoni pak me emrat? Ecim po. Ida Peshku, mentorja e skuadrës. Anabel Dervishi, 17 vjeç. Enio Rexhepi, 17. Elio Dikolli, 18 vjeç. Isabel Sheu, 15. Vanessa Vorpsi, 16 vjeç. Kaqe Kuka, 17 vjeç. Krenaria e ardhshme e Shqipërisë, ja dhe roboti që kanë ndërtuar me këtë do shkoni në Panama. Çfarë po ky robot? Atë roboti është i përshtatur për sfidën që në momentin kemi në Panama. Po, Ecë në skaftopa, ta demonstroj. topa. To si për të karriera, për të vajzën në universitetin dhe Ta bëjnë si autopin. Është e 8 vit që shkojnë, po do të mendoj ta pa. To simbolizojë shumë dashuri, po. biodiversitetin, kisha. Ta ka gjithmonë të provar. Ku keni zënë vendim më të mirë, cilën nga komponimet? Në Gjenev dhe në Singapur kemi pas një përfaqësim shumë të mirë, kemi qenë në 50 më të mirët, dhe për qenë se janë rreth 180-190 vende pjesëmarrëse. 109 vende pjesëmarrëse, ky është ekipi i Shqipërisë që do ta përfaqësojë në Panama, kanë 8 vite, unë vetëm gjë që mund të them janë suksese. Ju e së bashku.